Me datën 8 prill 2026, Ministri i Administratës Publike në Maltezi, Marash Dukaj, është vlerësuar me certifikat mirënjohjeje nga Universiteti Evropian i Tiranës, institucioni ku ai ka kryer studimet e larta gjatë një aktiviteti të organizuar në ambientet e universitetit, ku ai ishte i ftuar edhe për një bashkëbisedim me student dhe pedagog. Përfaqësuesit e universitetit kanë shprehur krenarinë e tyre për arritjet e Dukajt, duke vlerësuar si një nga figurat e spikatura që përfaqëson me dinitet vlerat akademike të Universitetit Evropian të Tiranës dhe si një model frymëzimi për brezat e rinj. Në fjalën e tij, Marash Dukaj u ndalte rruga evropiane e malit të zi, duke theksuar progresin e bërë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe rëndësinë e reformave në administratën publike si një nga shtyllat kryesore të këtij procesi. Ai vuri në dukje gjithashtu rolin e rëndësishëm të shqiptarëve në Maltezi në avancimin e proceseve demokratike dhe evropiane, duke theksuar se kontributi i tyre ka qenë dhe mbetet thelbësor në orientimin perëndimor të vendit. Dukaj u shpreh se Universiteti Evropian i Tiranës ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën dhe formimin e tij profesional, duke e konsideruar eksperiencën akademike në këtë institucion si një pikë kthese që ka ndikuar drejt për drejt në rrugën e tij në shërbimin publik dhe angazhimin institucional. Faleminderit shumë, atëherë është një kënaqësi e veçantë që ndodhem sot këtu. Unë fillimisht do të flas një herë 2-3 fjalë kryerëse, duar në fillim të përshëndes në mënyrë të posaçme zotin Henry Çili, i cili më bëri një pritje burrore në vitin 2011 që unë kurrë nuk do ta harroj. Në mënyrë të posaçme, natyrisht përshëndes edhe rektorën, stafin akademik, si dhe studentët, miqtë e mi, përfaqësuesit e mediave dhe gjithë ju të pranishme. Por mua vërtet është një emocion i veçantë që rikthehem në Universitetin Evropian të Tiranës, në një vend që për mua nuk është vetëm një institucion arsimor, por një pjesë e rëndësishme e formimit tim personal dhe profesional. Këtu pra, nga viti 2011 deri në vitin 2013, holla themelet e një rruge që nuk e dija ende se ku do të më çonte, por që sot më sjell prapë në mesin tuaj pas 13 vitesh, me përgjegjësi natyrisht të reja, me një përvojë të re, e që më ka ndihmuar shumë ky institucion shumë i rëndësishëm për mua, natyrisht jo vetëm për të gjithë shqiptarët dhe me gjerë. Rikthimi në këtë auditor nuk është vetëm një kthim fizik, që është një rikthim edhe emocional. Është rikthim të kendrat e një studenti që besonte se përmes dijet, përkushtimit dhe punës së ndershme mund të kontribuojnë jo vetëm për komunitetin dhe vendin, por edhe për mbar shoqërinë edhe në aspektin ndërkombëtar. Dhe sot para jush mund të them me bindje se kjo ende për mua vazhdon. Rruga ime, duhet të them se në rend të parë ka filluar si mësimdhënës e gazetar në Tuzë, më vonë në administratë lokale në komunën e Tuzit dhe në Ministrinë e Administratës Publike, por më parë isha në Ministrinë e Arsimit, pothuajse mbi 6 vite si zëvendës ministër, ku pas rastin dhe mundësinë të kontribuoj jo vetëm për komunitetin shqiptar, por edhe për të tjerë. Dhe në mënyrë posaçme, se në bashkëpunim dhe me këtë networku që më bëri edhe ky universitet me Bashkinë e Tiranës, realizuam projektin e abetares gjithëkombëtare, mbarkombëtare edhe në Tuzë, pra për dhe tek shqiptarët në Maltezi, njëjtin abetarit që e përdorin edhe të gjithë nxënësit shqiptar, kudo, pra është një hap shumë i rëndësishëm dhe një themel i ruajtjes së kulturës dhe identitetit kombëtar. Nga viti 2022 u emërova
ministri i administratës publike, pra edhe në qeverinë fillova me qeverinë Abazović, që vazhdova me qeverinë Spajić, një kontinuitet. Ministria e Administratës Publike është e vetmja ministri sistemike, themi kështu, ose sistematike në Malëzi, e shtrirë horizontalisht, përfshirë nga niveli lokal, pra në portfolion time është vetë qeverisja lokale, administrata shtetërore, është digitalizimi, mbrojtja kibernetike, si dhe inspeksionin shtetëror, dhe jemi munduar, për mos të qenë shumë subjektiv, jemi munduar dhe kemi tentuar që ta ndryshojmë konceptin ose pikpamjen e politikblerjes së shqiptarëve në Maltëzi. Kemi shumë projekte që kemi realizuar, duke filluar nga reforma e administratës publike deri te digitalizimi, sidomos në mbrojtjen kibernetike. Në mënyrë posaçme dua të potencoj se me themelimin e Forumit Shqiptar në vitin 2013 në Tuzë e këndej situata dhe përfaqësimi i shqiptarëve në Maltëzi ka ndryshuar, dhe sigurisht që historia këtë do ta dëshmoj dhe do ta shkruaj në një mënyrë, jam shumë i sigurt, pozitive për shqiptarët në Maltëzi. E vetmja rrugë jona, flas dhe duke filluar tek shqiptarët maltëzi, natyrisht kjo vlen me siguri edhe për shqiptarët tjerë, duhet unifikimi. Ne jemi pak shqiptarë në Maltëzi, jemi diku rreth 5-6.000 shqiptarë, dhe unifikimi i joni është e vetmja rrugë për zgjedhjen e problemeve që kemi, dhe si rezultati i këtij unifikimi, duke filluar nga Tuzi, kemi këtë rezultat dhe këtë përfaqësim të shqiptarëve dhe këtë zhvillim të shqiptarëve që asnjëherë më parë nuk ka qenë të shqiptarët Maltëzi. Nuk është ai që ne shënojmë, nuk është ai që ne e kemi qëllim, por shkallë nga një shkallë, dhe gjithnjë motoja jonë është që me vepra dhe me punë ta dëshmojmë se edhe ne, kur na është dhënë mundësia, kudo, jo vetëm në Maltëzi, po kudo që jemi e kudo që jetojmë, shqiptarët dinë edhe më mirë se të tjerët, edhe të menaxhojnë, edhe të drejtojnë, e kështu me radhë. Kontributi i shqiptarëve në Maltëzi, jo vetëm për rrugën negociuese të Maltëzi në Bashkimin Evropian, është fundamental, është kyç. Pra, duhet potencoj edhe një aspekt tjetër që janë shumë i rëndësishëm, pra pjesën e dy digastereve, dy portfoljeve, një që e drejton zoti Zelosha, që është ministri i ekonomisë, dhe Nikos Zëvec, kryeminist, dhe Ministria e Administratës Publike. Nga 14 kapituj ne kemi marrë përgjegjësinë dhe mbyll 5 kapituj me shumë sukses, dhe në të ardhmen edhe në procesin që pason, ky kontinuitet do të vazhdojë me përfshirjen tonë kyçe në integrimin e Maltëzi. E përsëris, nuk është hera e parë që shqiptarët në Maltëzi e kanë të përcaktuar drejtimin që është euroatlantik. Edhe kur Malizi u bë shtet, në vitin 2006, edhe kur Malizi u bë antare e NATO-s, edhe tani që është procesi i rallës që është tepër i rëndësishëm për ne, integrimi i Maltëzi në Bashkimin Evropian, edhe aty ne do të kemi vullën, themi kështu, kryesore dhe rolin kryesor në këtë proces. Në fund të kësaj fjale, unë vetëm duhet studentët në mënyrë posaçme natyrisht t'i falenderoj edhe për këta që thatë edhe që kanë ardhur sot të na nderojnë me prezencën e tyre, dhe unë e them me plot bindje dhe përsëri çdo herë se për mua në sytë e studentëve është një rikthim edhe më i veçantë, ose me kuptim edhe më të veçantë, sepse pasioni dhe energjia që unë shoh sot tek studentët e kom pas unë dikur, dhe duhet t'ju them dhe t'ju porosis që mos ngecni, vazhdoni të ndrroni dhe mos zgjedhni komoditetin, mos zgjedhni rrugën që është më e lehtë, por zgjedhni rrugën e duhur, rrugën që kërkon shumë më shumë energji, rrugën e zemrës.
edhe energji, natyrisht rrugën e zemrës, por që kërkon edhe më shumë energji, edhe më shumë punë, se kjo rrugë do t'ju çojë atje ku edhe ju edhe më shumë se e keni planifikuar. Pra, kjo është edhe mesazhi, sepse unë kur isha përsërisht e rikthehem gjithnjë në vitin 2011-2013, nuk do ta mendoja as do të jem as zëvendës ministër, më vonë as ministër, por që njeri nuk duhet shumë të preokupohet shumë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, por që duhet punoj shumë e drejt e pastër për të mirën, një herë kur punon për të mirën e vendit, punon për të mirën tënde, për të mirën e gjeratave që vinë, dhe rezultati vjen pa pritur shumë më shumë se çka edhe vet njeriu e mendon. Dhe në mënyrë posaçme duhet falenderoj ju edhe një herë pronarët e UET, me krye me Çilin, rektorët, profesorët, dhe është vërtet një kënaqësi e veçantë dhe një emocion i veçantë që ndodhem në mesin tuaj mbas 13 vitësh. Ministre, unë kam 3 pyetje dhe pastaj mund t'ja gjejmë sa studentëve dhe kolegëve. Pyetja e parë është lidhet me nivelin e përfaqësimit të shqiptarëve në Malëzi sot. Pra, nëse mund të bëni një lloj ilustrim të tij, nëse është vlerësie të deputetëve shqiptarë në kuvendin e Malëzit, portofoleve ministrore. Dhe pyetja e dytë është perspektiva e përfaqësimit, duke qenë se së shpejti ju do keni zgjedhje dhe Alternativa Shqiptare, që drejtohet nga Nik Gjeloshe, ka një rekord shumë të mirë në formullën shqiptare. Dhe besoj ai është ajo, vendimi që hap rrugën për sukseset e tjera të faktorit shqiptar Malëzi, përfshirë fitoren e komunës së Ulqinit, më pas mas fitores së komunës së Tuzit. Si shikoni situatën e faktorit politik shqiptar në perspektivë, pra sot në perspektivë, si e shihni dhe numrin e lartë partive politike shqiptare në Malëzi? Dhe pyetja e fundit është lidhur me pozitën e shtetit tanë në Shqipërisë. Si është marrëdhënia e faktorit shqiptar me Ministrinë e Jashtme? A keni ndjerë me shtetin e tyre? Cilat kanë qenë hapat konkret, nëse mund na shpjegoni pak më shumë nivelin e bashkëpunimit që keni me shtetin e tyre. Falenderoj për pyetjen, do të tentoj të përgjigjem kështu të gjitha pyetjet, sepse janë shumë të ngërshëtura njëra me tjetrën, dhe janë pyetje shumë me vend, dhe janë pyetje që ne ja vëmë vetes në forumin shqiptar, edhe duhet çdo shqiptar në Maltëzi, sidomos politikanët, t'ia vënë vetes. Thelbi kryesor që ne diku edhe e promovojmë, edhe tentojmë që ta realizojmë në praktik, është unifikimi i shqiptarëve. Është rruga e parë e vetme për të realizuar aspiratat dhe kërkesat tona, që janë në të mirë të gjithëve, jo vetëm në të mirë të shqiptarëve, por në të mirë të gjithëve. E përmenda në fillim se jemi 35.000 shqiptarë në Maltëzi, dhe për fat keq i kemi pothuajse 10 subjekte të ashtuquajtura në politike. Si rezultat i kësaj kemi shumë ndarje mes të përçari të faktorit shqiptar në Maltëzi, dhe ne kemi një problem historik në shqiptarë, se kur të jetë i parë, ose kur të jetë kryetar dhe i parë nuk mund të jenë gjithë, por me unifikim kemi vend për të gjithë, dhe në fakt nuk kemi kuadrët e nevojshëm për pozitat që do të na duheshin në të ardhmen. Pikrisht ne këtë kemi dëshmuar edhe në Tuzë, edhe në Ulqin, po sidomos në Tuzë në vitin 2019, po mos të bashkoheshim rreth forumit shqiptar në një përkrahje të jashtëzakonshme nga diaspora jonë, nuk do ta fitonim komunë. Po pra të ishin të ndarë siç kemi qenë më përpara. Dhe gjithnjë modelin e Tuzit kemi tentuar ta promovojmë edhe në tjera ku jetojnë shqiptarët në Maltëzi. Përfaqësimi i shqiptarëve
asnjëherë nuk ka qenë në këtë nivel siç është sot. Pra, falë forumit shqiptar, e përmenda në fillim se historiat këtë do ta shkruajnë, jam shumë i sigurt, po i tekberin para forumit shqiptar dhe pas forumit shqiptar. Ne i kemi vënë 3 shtylla kryesore kur kemi formuar forumin shqiptar të drejtuar nga lideri Miziloshe. Integrimi i shqiptarëve në Maltëzi, përfaqësimi i shqiptarëve dhe investimet tek shqiptarët në Maltëzi. Shihi se ku ishin investimet para vitit 2011, se ekonomia zgjidh shka, unë them se ne duhet lidhemi mes pari përmes ekonomisë. Dhe për fat mirë edhe investitorë nga Shqipëria, Kosova, çdo ditë më shumë janë të pranishëm, edhe në Maltëzi duhet të jenë edhe më shumë. Pra, zhvillimi shqiptar përmes ekonomisë, përmes investimeve në trevat ku jetojnë shqiptarë, përmes integrimit në institucione ku duhet të jenë e ku na takon të jemi dhe në pozita drejtuese. Sot kemi zëvendës kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë, që është e vetmja ministri e lidhur së bashku, pra me pozitën edhe të zëvendës kryeministrit që ka dikasterin e ekonomisë, që është një nga, e dini vetë, portfoljet më të rëndësishme, administrata publike e drejtuar nga unë, që është një nga ministritë më të zgjela dhe më kryesore sidomos për procesin e reformës dhe integrimit në Bashkinë Evropiane. Politikanët e dini ju, shumë mirë e dini, se sot reforma administratës publike është në klaster 1 të negociatave për Bashkimin Evropian. Nuk ka se fjala vjen si kur është, ose për kur është integruar Kroacia në Bashkimin Evropian. Dhe këtë reformë ne e drejtojmë, pra, po ashtu kemi ministrim e pakicave nga subjekti nga lista tjetër shqiptare, kemi 4 deputet. Fatmir Gjeka, kemi 4 deputet, njëkohësisht edhe nën kryetarin e kuvendit, që është zoti Nikol Samaj. Kemi me 10 drejtor, me 10 zëvendës ministra, sekretar shteti e jo vetëm, por që kemi arritur edhe në rrafshin ndërkombëtar, pra në institucionin e parë me karakter ndërkombëtar, që është Qendra Rajonale për mbrojtjen kibernetike, për diplomacinë kibernetike dhe krimet diplomatike, që është hapur në Maltëzi, që është rezultati punës sonë, kemi arritur që ta vëmë një shqiptar, pra është bukfalisht ndona imediat, pra që në sekretar shtetit të kun dhe unë e kom kaluar në atë pozitë të rëndësishme. Pra kemi arritur dhe nivelin ndërkombëtar përfaqësimin ton, e thash edhe më parë, si është një përfaqësim që nuk ka qenë asnjëherë kështu, por nuk është ai që na takon, edhe ai përfaqësim që ne e kemi në plan. Dhe gjithë kjo, pra, thash, varet nga ne dhe duhet shumë unë e përdor edhe profesionin tim, aspektin psikologjik, të shikohemi në pasqyrë, jo për të parë se si dukemi, si me rregulluar, për të shikuar se çka kemi mas, sa që rezultatet që i kemi mas dhe çfarë është ajo që ne kemi kryer realizuar dhe se jemi deleguar në fakt dhe në tu përdoret dhe fjali për çka jemi edhe të paguar. Edhe këtu e kemi. Atëherë, unë besoj që të jam përzgjedhur në këto 3 pyetje, nëse jo atëherë lirisht jam i gatshëm për në shtetit amë. Kjo harrosha një mix, të themi në Malsi. Përfaqësimi ose raporti me Shqipërinë, unë gjithmonë e lidh me vitin 2011-2013. Pse e lidh me këtë vit? Se isha në Shqipëri. Dhe e krahasoj njëherët Shqipërinë ku ishte, jo dina ta më mirë se unë, në vitin 2013, fjala në Shqipëri ku është sot. Në çdo aspekt, duke filluar nga infrastruktura, përfaqësimi diplomatik, që është në nivelin, sipas mendimit tim, më të lartë që ka qenë në historinë moderne shqiptare, si dhe ndikimi rajonal. Ne sot Shqipërinë, jo vetëm ne, por organizata ndërkombëtare dhe NGO-t, që i kemi shumë të fuqishëm në Malzi, e marrin shembull Shqipërinë, duke filluar nga reforma në drejtësi,
deri tek e përmenda thash infrastruktura që nuk mund të bëhet Ngrihen këmbë të departamentit. nuk mund të bëhet shumë shpejt. Po këto janë procese pra që nuk mund të bëhen shumë shpejt. Janë procese që kërkojnë kohë. Absolutisht. Dhe jo vetëm, por që ndikimi në fakt duhet të lidhemi edhe me dhe të mbështetemi edhe në Kushtetutën e Shqipërisë, se ju dini më së miri se është obligim kushtetues që Shqipëria të interesohet Sigurisht, prandaj për shqiptarët në troje, ose themi jashtë kufive, dhe atë njëherë me parë nuk ka qenë Shqipëria kaq e përfshirë, dhe ndihma e Shqipërisë asnjëherë nuk ka qenë më e fuqishme, por që nuk është ajo që ne duam, edhe ajo që duhet të jetë edhe në këtë aspekt, por duhet potencoj që një hap ose një element, një moment shumë të rëndësishëm, që ishte shumë kyç sidomos për shqiptarët e Malësisë Tuzit, themelimi i komunës së Tuzit. Diplomacia shqiptare këtu kishte një rol vendimtar dhe nuk mund pa e përmend ish-ministrin e jashtëm zotin Ditmir Bushati për kontributin që ka dhënë në këtë fushë, se ne kemi pasur raporte jashtëzakonisht mira dhe kemi edhe sot natyrisht jo vetëm me të, po edhe sot me zgjedhjet qeverisë shqiptare, por ai ishte momenti kur ai ishte ministri i jashtëm, ndikimi i tij natyrisht përmes mbështetjes së kryeministit Rama. Dhe kjo është një element tepër i rëndësishëm dhe shumë herë kemi thënë publikisht se ishte kyçe për shqiptarët e Tuzit dhe të Malësisë. Aktiviteti u zhvillua në formën e një bashkëbisedimi të hapur, ku studentët dhe pedagogët diskutuan bisedat dhe perspektivat e integrimit evropian të Malit të Zi, si dhe mbi rolin që faktori shqiptar luan në këtë proces. Falënderit për pyetjen, dua njëherë potencoj edhe për opinionin tuaj, ndoshta nuk është aq e njoftuar se sa e vështirë është për të bërë politikë në Malëzi. Sidomos për shqiptar. Pse? Malizi, e tha po nuk vetëm është një shtet që është përbërë prej shumë popujsh dhe nuk kemi popull shumicë. Pra malezet që janë më së shumti janë 43%, se këtë janë 30%, po shqiptarët 5%, po shtamë 10% të tjerë. Pra, ne këta e këmë thonë hapur sa herë, se ne edhe vijë se të tjerët mendojnë dhe çka mendojnë për ne. Kjo është shumë e qartë, theja kemi thënë publikisht, ne jemi shqiptarë. Kësaj ne nuk ikim. As nuk do të ikim kur, sepse me ta vetëm se krenohem, ne takojmë një kombu i cili gjithmonë ka pas të qartë vizionin se ku do të më shkuo. Pavarësisht stuhive që na kanë ndodhur historikisht, kësaj nuk i ikim, edhe këtë edhe shumë herë në Malë të Zi ne si shqiptarë këtë kemi përjetuar në mënyrë të posaçme, se sikur në familjet tona janë prioritetet e caktuara dhe shteti i Malëzis ishte prioritetet përpara, me të mëdha që ne deshtme zgjellëm aq farë është ma pak e dëmshme për ne, duke mos i ikur rrugës euroatlantike të Malit të Zi. Sidomos ky vit, edhe viti tjetër, është viti më i rrezikshëm për sulmet e ndryshme, më njësoj kështu, sulmet qofshin ato kibernetike, por në mënyrë përzitshme thënë sulmet hibride, ato i dimë dhe këtë kemi thënë shumë herë, ato nga ato shtete që disa nga ato i kemi edhe fshin, disa nga ato i kemi edhe fshin, disa pak ma larg, por që lidhja tyre përmes një elementi që për ne shqiptarë, falë Zotit, nuk është problematik, dhe nuk kemi problematizuar kur për ta keq përdor pozicionin dhe ndikimin e trashësues kishës Sarmo ruse e ku ta diun dhe shumë elemente tjerë për hibridet që janë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe në kontinuitet vazhdojnë në një farë mënyre të
ndalin procesin euroatlantik të Maltezisë. Duhet, fakt ta pengojnë të ndalin. Nuk ka, kjo du të flasim hapës për këtë çështje. Unë kam edhe një portfolio që lidhet shumë me këto sulme, sulme kibernetike. Dhe ne jemi me fat. Jemi me shumë fat që kemi një sta. Kjo është. Mirë se erdhë ministër, unë jam shkodrane, kështu që po flasi fije në dialekt me ju, se kuptojna mirë me tuzjant. Një pyetje kam në fakt po ju nisha me shumë vëmendje kur po fliqit për shtetin am, tek pyetja e tretë e prof Besjanit, dhe pash një lloj optimizmi në rrugën e Shqipërisë edhe procesin e saj, po në total edhe për Shqipërinë në rrugtimin që ka bë si shtet në politikat e saj dhe me kryeministrin dhe pas vitit 2013. Dhe po m'linte i pyetje kështu në nivel pak rajonal, me iniciativat në rajon që kemi pas ne si shtet, me Open Balkan apo me mini Schengenin, dhe po mendoja të pas parasysh edhe një lloj që ka qenë ishte kryeministri Dritan Abazović për Open Balkan, pavarësisht se Mali Zi nuk ka qenë pjesë direkte e bisedimeve, por si aktor dhe shtet zhvëzhgues, nëse do ju pyetshim ju, pak të ju përmajt edhe kontekstit që ju përmendet, po edhe binjeve t'juja si ministër sot, nëse do ju pyetshit për qëndrimin për Open Balkan, që qëndrimi do ishte dhe a shihni si një strukturë paralele me Bashkimin Evropian, apo si një entitet që do ishte i domosdoshëm për t'ju afruar më shumë procesit apo identitetit euroatlantik që ne pretendojmë të kemi. Faleminderit për pyetjen. Njëjtën pyetje më kanë bërë para ndoshta 2 viteve në Tiranë. Presidenti Bekaqen e qartë në përshtatje me vizionin dhe strategjinë tonë. Për ne, procesi i Berlinit është baza, është themeli i gjithçkaje që na çon drejt Bashkimit Evropian. I dëshmuar. Dhe po me këtë rast do t'ju njoftoj se me 21 dhe me 22 prill kemi të ftuar të gjithë ministrat e rajonit në Splendid që organizohet, që është fillimi me këta event të filloi procesi i Berlinit për Malin e Zi që ndodh për herë të parë në Maltezi këtë vit. Sa i takon iniciativës Open Balkan, ka qenë një iniciativë e re dhe ne pak si me skepticizëm e kemi shikuar iniciativën. Për shumë arsye, nga kush është mbështetur, në fakt nga kush është iniciuar. Në rend të parë. Kurse nga ana tjetër, çdo iniciativë që ka interes primar bashkëpunimin, qoftë edhe një takim i thjesht i institucioneve relevante, nuk është e dëmshme, por e përsëris se ne gjithni duhet t'i kemi le të qëndrojmë në ato bazë të cilat i kemi të sigurta dhe me partner të sigurt për të arritur qëllimet tona që është Bashkimi Evropian. Unë besoj e shpresoj se Shqipëria po ecë shumë mirë me integrimin në Bashkimin Evropian, edhe pse Mali Zi thërisht është frontrunner në këtë proces dhe besoj e shpresoj që Shqipëria të jetë radhës pas Mali Zi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Kjo do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë jo vetëm shqiptarët, por këtë bashkëpunimin rajonal për gjithë procesin.